Dëgjo, ti mendon se ai nuk është i interesuar, po interpreton sinjalet krejt gabim. Ti mendon se distanca do të thot munges interesi. Ti mendon se heshtja do të thot se ai ka kaluar përpara. Por çfarë nëse të them se ai mendon për ty më shumë se sa mund ta imagjinosh? Dhe këtu vjen pjesa që do të tingëlloj çuditshëm. Sa më ftohtë të sillet, aq më obsesiv mund të jetë në të vërtetë. Qëndro me mua, sepse kjo do të jetë e çmendur. Shumica e grave i injorojnë plotësisht këto shenja. Ato dorëzohen pikërisht kur ai fillon të bëhet i pushtuar. Ato largohen pikërisht kur mendja e tij po punon me orar të zgjatur për t'i kuptuar ato. Por ka një shenjë specifike që zbulon gjithçka. Dhe nëse të them se cila është, do të rishikosh çdo ndërveprim që ke pasur me të. Do të shohësh modele që i ke injoruar plotësisht. Do të tregoj sinjalet e fshehura që zbulojnë se ai po mendon vazhdimisht për ty, edhe nëse sillet sikur nuk i intereson, edhe nëse duket ftohtë ose i distancuar, edhe nëse çdo shenjë sipërfaqësore thotë se ai nuk është i interesuar. Dhe ja çfarë askush nuk të thotë. Ka një fenomen psikologjik që ndodh në mendjen e një burri kur ai është tërhequr nga dikush, por përpiqet ta fshehë atë. Dhe njëherë kur ta kuptosh këtë, nuk do të keqinterpretohesh më kurrë sinjalet e tij. Por së pari duhet të flasim për gabimin më të madh që ndoshta po bën tani. Konfuzioni i dhimbshëm. Pse gjithçka që mendon se di është përmbysur. Imagjino atë. I duhen orë për t'u përgjigjur. Kur e takon, ai duket i rastësishëm, pothuajse shumë i rastësishëm. Ai nuk fillon më biseda. Dhe kur jeni së bashku, ai sillet sikur je vetëm një tjetër person në ditën e tij. Fillon të vësh në dyshim gjithçka. Ndoshta e kam keq kuptuar. Ndoshta ai nuk ka qenë kurrë i interesuar. Ndoshta duhet të shkoj përpara. Por ja çfarë po ndodh në të vërtetë. Dhe kjo do të ndryshoj gjithçka që mendove se dije. Kur një burr është thellësisht i tërhequr nga ti, mendja e tij mund të hyjë në një gjendje që psikologët e quajnë shmangje mbrojtëse. Tingëllon e shpikur, apo jo, por qëndro me mua. Ja çfarë duhet të kuptosh. Burrat nuk tregojnë interes në mënyrën që gratë presin. Kur një burr ndjen diçka intensive, ai nuk e ndjek gjithmonë. Ndonjëherë ai tërhiqet. Ai tërhiqet. Kjo krijon distancë. Pse? Sepse tërheqja krijon vulnerabilitet. Frika nga refuzimi. Frika nga humbja e kontrollit. Frika nga ndjenja e ekspozimit. Dhe kur një burr ndjen këto gjëra, instikti i tij nuk është të afrohet, por të mbrohet. Prandaj mendja e tij bën diçka kundërintuitive. Ai i thot vetes të tërhiqet për të rikuperuar kontrollin. Dhe ja pjesa që të bën të rishikosh çdo reagim të ftohtë që ke marrë. Sa më shumë ai mendon për ty, aq më shumë ai mund të sillet sikur nuk mendon, sepse të mendosh për ty e destabilizon atë, e bën atë të vetëdijshëm, e bën atë vulnerabël. Prandaj ai krijon distancë emocionale ndërsa mendja e tij mbetet e fokusuar te ti. Dhe këtu fillon të bëhet interesante. Ka 7 shenja të padyshimta që e zbulojnë këtë. Dhe shenja numër 4, kur ta shohësh, nuk ka dyshim se ai është obsesiv. Së pari, lejo më të tregoj modelet që zbulojnë se çfarë po ndodh në të vërtetë në mendjen e tij. Shenjat e fshehura të asaj që sjellja e tij po të thotë në të vërtetë. Para se të shkojmë më thellë, më bëj një favor. Nëse kjo të bëri të mendosh për një burr të caktuar, ndalo për një moment dhe merre vesh me atë ndjenjë, sepse ajo që do të vijë do të lidh pika që ke injoruar. Le të vazhdojmë. Shenja numër 1, ai po të vëzhgon kur mendon se nuk po shikon. Kjo është masive dhe shumica e grave e humbasin sepse përqendrohen në mënyrën se si ai sillet drejt për drejt ndaj tyre në vend të mënyrës se si ai sillet rreth tyre. Burrat janë të vëmendshëm në një mënyrë të qetë. Kur ai vërtet mendon për ty, ai të studion pa e kuptuar se po e bën. Ai vëren se si lëviz, si flet me të tjerët, si qesh, si reagon kur dikush tjetër të merr vëmendjen. Mund ta kapësh duke të parë në një dhomë dhe pastaj menjëherë duke u larguar. Ky shikim i shpejt larg është i rëndësishëm. Kjo nuk është mërzi. Kjo është vetëdije e përzier me frenim.
Kjo është ai, si e kap veten duke u përqendruar shumë te ti. Dhe ja detaj i kyç. Nëse një burr nuk I intereson, ai nuk shikon dy herë. Ai nuk ndjek. Ai nuk vëren asnjë model. Në hapësirat digjitale, kjo reflektohet në një mënyrë më të qetë. Ai I shikon historitë e tua vazhdimisht, por nuk përgjigjet. Ai është një nga spektatorët e parë, por kur ai që komenton. Ai vëren ndryshime, foto të reja, ndryshime të vogla, por mbetet I heshtur. Heshtja këtu nuk është mungesë, ajo është përmbajtje, sepse nëse ai lejon vetes të angazhohet lirshëm, ai rrezikon të zbulojë sa shumë vëmendje ke tashmë. Dhe vëmendja është dera për lidhje. Nëse ai po të vëzhgon pa ndërhyrë, do të thotë se ti tashmë po jeton në mendjen e tij pa pasur nevojë për praninë e tij. Shenja numër 2, ai kujton gjëra të vogla që ti kur nuk mendove se ishin të rëndësishme. Këtu bëhet e padiskutueshme. Ti përmend diçka në kalim, një javë stresuese, një detaj familjar, diçka që të pëlqen, diçka që e shmang. Javë më vonë, sigurisht, ai e përmend atë pa bërë shumë zhurmë për të. Ti mendon ndoshta ai po I kushton vëmendje. Ndoshta ai është I sjellshëm. Ndoshta është një rastësi. Nuk është. Shumica e burrave harrojnë detajet përveç nëse ato detaje janë emocionalisht të shënuara. Truri I tij ruan vetëm atë që ndjehet relevant, dhe relevanca vendoset nga pesha emocionale. Nëse ai kujton gjëra që ti nuk theksove, do të thotë se ai ka përsëritur biseda me ty, ka menduar për to, ka reflektuar mbi to, mendja e tij është kthyer në momente që kishin të bënin me ty kur ti nuk ishe aty. Kjo nuk është një interes rastësor. Kjo është prania mendore. Dhe ja pjesa që është e lehtë për t'u humbur. Ai mund të mos e di pse e kujton. Ai thjesht e bën. Sepse tërheqja funksionon së pari nën vetdijen. Shenja numër 3, njerëzit e tjerë vërejnë diçka para se ti ta bësh. Kjo nuk vjen drejt për drejt nga ai. Vjen nga mjedisi rreth tij. Miqtë e tij silen ndryshe kur je rreth. Ata po e vëzhgojnë atë. Ata po të vëzhgojnë ty. Ata qeshin në një mënyrë që duket e ditur. Ndonjëherë ata të përmendin rastësisht, sikur ti je tashmë pjesë e një historie që askush nuk të ka treguar. Burrat nuk flasin gjithmonë hapur për tërheqjen, por ata japin aludime. Ata përmendin emra. Ata bëjnë pyetje të maskuara si asgjë. Nëse miqtë e tij të njohin pa kaluar shumë kohë me ta, do të thotë se emri yt është përmendur më shumë se një herë, mjaftueshëm që ti të jesh regjistruar si e rëndësishme. Ti nuk je një e panjohur për rrethin e tij të brendshëm. Ti je një çështje. Dhe burrat nuk përmendin vazhdimisht gratë që nuk kanë rëndësi. Tani, këtu është ku shumica e grave konfuzohen sepse shenja e ardhshme duket kontradiktore në sipërfaqe. Shenja numër 4, ai raporton pa pritur dhe pastaj zhduket përsëri. Kjo është ajo që I çmend gratë, dhe është gjithashtu treguesi më I fortë se je në mendjen e tij për shumë më tepër se sa ai tregon. Ai të shkruan diçka rastësore. Një pyetje, një koment, një moment që më kujtoi ty. Nuk ka ndonjë shpjegim të madh emocional. Asnjë qëllim të dukshëm, thjesht mjaft kontakt për të thyer heshtjen. Biseda rrjedh. Energjia ndjehet e njohur, e gjallë. Ti mendon, mirë, ndoshta do të ndodh diçka. Pastaj ai tërhiqet përsëri. Kalojnë ditë, heshtja kthehet dhe ti pyet veten çfarë ke bërë gabim. Ja e vërteta. Ai nuk ka zhdukur sepse biseda ishte e keqe. Ai u zhduk sepse ishte shumë e mirë. Të lidhemi I dha atij lehtësim. Të tërhiqet I dha atij kontroll. Kjo është qasja shmangje në veprim. Dëshira e tij e tërheq atë te ti. Frika e tij e tërheq atë larg. Prandaj ai oscilon. Dhe ja pjesa që dëshmon se je në mendjen e tij. Këto momente në të cilat ai flet janë jo rastësore. Ato ndodhin kur tensioni në të arrin kulmin. Kur të mendosh për ty bëhet shumë e zëshme për t'u injoruar. Kur heshtja nuk funksionon më. Nëse ti nuk do të luajë një rol, nuk do të kishte asnjë konflikt të brendshëm, asnjë dëshirë, asnjë cikël. Mungesa e interesit nuk krijon modele.
Dhe njëherë kur ta shohësh këtë cikël, nuk mund ta humbasësh më sepse ajo që duket si inkonsistencë në jashtësi është në të vërtetë rregullim emocional në brendësi. Dhe ka edhe më shumë shenja që shfaqen nën sipërfaqe. Shenja numër 5, ai sillet ndryshe rreth teje se sa me të tjerët. Kjo është e hollë, por njëherë kur ta vësh re, bëhet e pamundur të injorosh. Vëzhgo si është ai me gra të tjera, me miq, me njerëz që nuk dëshiron t'i impresionoj. Ai është i qetë, i parashikueshëm, pothuajse automatik. Energjia e tij rrjedh pa fërkime. Pastaj shikoje me ty. Diçka ndryshon. Ndoshta ai do të qetësohet. Ndoshta ai do të bëhet më i kontrolluar. Ndoshta ai bën më pak shaka ose pa pritur më shumë. Ndoshta tonet e tij do të ndryshojnë. Ndoshta ai shmang kontaktin e gjatë me sy ose e mban atë për një sekond shumë gjatë para se ta thyej. Këto nuk janë sjellje rastësore. Ato janë reagime të sistemit nervor. Kur një burr ndjen emocionalisht neutral, trupi i tij mbetet neutral. Nuk ka shqetësim të brendshëm. Por nëse ti e ndikon atë, sistemi i tij bëhet alert, i sigurt, pak i tensionuar. Dhe ja çfarë shumica e grave keq kuptojnë. Sjellja e frenuar nuk është mungesë tërheqjeje. Ajo është shpesh prania e saj. Burrat nuk mbrojnë veten nga gratë për të cilat nuk u intereson. Ata nuk rregullojnë fjalët, qëndrimin ose reagimet e tyre për dikë të parëndësishëm. Ata bëhen të kujdesshëm vetëm kur diçka është në rrezik. Nëse ai duket më i qetë, i rezervuar, i qëllimshëm rreth teje, është sepse ai po e monitoron veten. Dhe njerëzit monitorojnë veten vetëm nëse nuk duan të prishin asgjë. Shenja numër 6, ai po të teston, por jo në një mënyrë të dukshme. Këtu, burrat tregojnë interes pa e pranuar kurrë atë. Ai mund të përmendë rastësisht një grua tjetër, jo për të bërë xheloze drejt për drejt, por për të vëzhguar reagimin tënd. Ai mund të tërhiqet pa pritur për të parë nëse ti po e ndjek. Ai mund të vonoj planet, të ndryshojë energjinë ose të krijojë pasiguri të vogël vetëm për të parë se si e menaxhon atë. Dhe shumica e grave as nuk e kuptojnë se po testohen. Ato mendojnë se ai është i pasigurt. Ato mendojnë se ai është inkonsistent. Ato mendojnë se ai është emocionalisht i paarritshëm, por shpesh ai po vëzhgon. Ai i bën vetes pyetje pa i thënë ato me zë të lartë. A mbetet ajo e qetë, apo e humbet qendrën e saj? Ajo reagon emocionalisht, ajo po më vën në presion, ajo e respekton veten? Burra që ndjejnë diçka të vërtetë bëhen të kujdesshëm. Ata nuk duan kaos. Ata nuk duan luhatje emocionale. Ata duan të dinë nëse të qenit afër teje do të ndihet e sigurt apo e lodhshme. Prandaj ata testojnë klimën emocionale. Dhe këtu është pjesa që ka rëndësi. Nëse ai nuk do të kujdesej, nuk do të testonte fare. Ai do të ndiqte me lehtësi ose do të zhdukej krejtësisht. Testimi ndodh vetëm kur ka investim dhe pasiguri në të njëjtën kohë. Dhe këtu është ku shumë gra dështojnë pa e kuptuar. Ato reagojnë tepër. Ato kërkojnë konfirmim. Ato shpjegojnë veten. Ti përpiqesh të sigurosh lidhjen, por presioni emocional nuk krijon afërsi për burrat. Ai krijon tërheqje. Gruaja që kalon këto teste nuk është e ftohtë. Ajo është e përqendruar. Ajo nuk shembet nën paqartësi. Ajo nuk ndjek qartësinë. Ajo e lë atë me ndjenjat e tij. Dhe kjo na çon të shenja përfundimtare, ajo që të tregon saktësisht se ku qëndron dhe çfarë të bësh më pas. Shenja numër 7, ai mbetet i pranishëm pa të kërkuar ty. Kjo është më e vështira për t'u kuptuar, por është më zbuluese. Ai nuk zhduket krejtësisht. Ai nuk e mbyll derën. Ai nuk kalon krejtësisht. Edhe kur ai është i largët, ai ruan një fi, një reagim këtu, një kontroll atje, një njohje të hollë të ekzistencës tënde. Ai të mban brenda arritjes pa u angazhuar për asgjë. Dhe gratë shpesh e interpretojnë këtë si hezitim ose mungesë serioziteti, por psikologjikisht është përmbajtje. Ai e mban lidhjen të gjallë sepse lehtësimi i saj do të ndjehej si një humbje. Por angazhimi i plot do të kërkonte zbulesë emocionale, për të cilën ai nuk është ende i gatshëm.
prandaj ai noton në skaj. Jo sepse luan lojra, por sepse negocion brenda vetes. Dhe kjo është ku sjellja jote bëhet gjithçka. Ti nuk mund ta detyrosh atë përpara. Ti nuk mund ta bisedosh në siguri. Ti nuk mund ta analizosh në veprim. Momenti që ti përpiqesh të kontrollosh rezultatin, ti e zhvendos dinamikën nga tërheqja në menaxhim. Dhe burrat nuk bien në dashuri aty ku ndihen të menaxhuar. Ajo që në të vërtetë e afron atë është stabiliteti yt, aftësia jote për të mbetur e ngrohtë pa ndjekur, e hapur pa shtyrë, e pranishme pa kërkuar. Burrat lëvizin drejt asaj që ndjehet emocionalisht e sigurt dhe e qetë brenda. Dhe paradoksalisht, gruaja që nuk ka nevojë për përgjigje të menjëhershme bëhet gruaja për të cilën ai vazhdon të mendojë, sepse tensioni i pasgjidhur nuk largohet, ai thellohet. Dhe këtu është e vërteta që shumica e njerëzve kur nuk të thonë. Burri që tërhiqet kur ndjen diçka nuk është i dobët, ai është i vetëdijshëm. I vetëdijshëm që emocionet e tij kanë peshë, dhe pesha kërkon respekt. Nëse ti mund të qëndrosh në pasiguri pa humbur veten, pa u përpjekur ta tërheqësh atë pranë teje ose ta shtysh atë larg, ti bëhesh pika referimi në të cilën mendja e tij kthehet përsëri dhe përsëri. Jo sepse ti e ndjek, jo sepse ti e bind, por sepse ti nuk u shem nën heshtje. Dhe kjo mbetet me të. Nëse kjo rezonon me ty, nëse e sheh atë më qartë tani se më parë, merr një frym të thellë. Ti nuk ke nevojë të veprosh. Ti nuk ke nevojë të vendosësh asgjë akoma. Qartësia vjen kur presioni lirohet, dhe në pjesën tjetër do të shohësh saktësisht se si burrat kalojnë nga obsesioni i brendshëm në veprimin e jashtëm, dhe çfarë e bllokon heshtur këtë kalim. Ja çfarë ndodh më pas. Dhe kjo është pjesa që shumica e grave kur nuk e shohin sepse e ndërpresin shumë herët. Një burr nuk kalon nga interesi në veprim në momentin që ndjen diçka. Ai lëviz kur rezistenca e tij e brendshme shembet, kur shurma mendore qetësohet mjaftueshëm që dëshira të kthehet në vendim. Dhe ky proces është i heshtur. Ndërsa ti po mendon se ku qëndron, shpirti i tij po negocion me veten. Ai peshon rreziqet. Ai mat kostot emocionale. Ai bën pyetje që kur nuk do t'i thoshte me zë të lartë. Çfarë nëse humbas kontrollin? Çfarë nëse më pëlqen më shumë se ti? Çfarë nëse kjo më ndryshon? Burrat nuk e friksohen bashkimit aq sa gratë. Ata friksohen nga transformimi sepse tërheqja e vërtet kërcënon identitetin. Ajo e detyron atë të përballet me pjesë të vetes që ai ka mbajtur të përmbajtura. Kjo është arsyeja pse burrat nuk nxitohen përpara kur ndjejnë diçka të thellë. Ata ngadalësohen. Dhe kjo është ku gratë pa e kuptuar bëhen arsyeja pse gjërat kur nuk lëvizin përpara. Ato ngatërojnë pauzën e tij me mungesë interesi. Ato reagojnë ndaj heshtjes me presion. Ato përpiqen të sqarojnë atë që ende nuk është vendosur. Por qartësia nuk vjen nga bisedat në këtë fazë. Ajo vjen nga kontrasti. Ja çfarë e shtyn heshtur një burr nga obsesioni i brendshëm në veprimin e jashtëm. Absent pa tërheqje, mos zhduku, mos e ndal, mos e ndëshko heshtjen, thjesht mos e ndjek. Ti mbetesh e pranishme në jetën tënde. Ti mbetesh e ngrohtë kur interakton. Ti nuk zvogëlohesh, por as nuk përkulesh përpara. Dhe diçka fillon të ndodh në mendjen e tij. Hapësira që ti nuk e mbush fillon të jehon. Ai e vëren mungesën tënde më shumë se praninë tënde. Ai ndjen mungesën e tërheqjes emocionale pa e ditur se si ta riprodhojë atë. Ai e kupton se ai është ai që ngrit dorën, edhe nëse është e hollë. Dhe kjo është ku obsesioni ndryshon, sepse obsesioni nuk ndërtohet mbi disponueshmërinë. Ai ndërtohet mbi kontrastin. Ti bëhesh gruaja që nuk kishte nevojë ta tërhiqte atë më afër. Ajo që nuk kërkonte siguri. Ajo që e besonte veten mjaftueshëm për ta lënë atë të arrijë në përfundimin e tij. Burrat lëvizin me vendosmëri kur vendimi ndjehet si i tyre. Dhe momenti që ai e kupton se po mendon për ty pa u induktuar, pa u ndjekur, pa u shtyr diçka klik, atëherë sjellja ndryshon. Jo dramatikisht në fillim, jo me shpjegime, por me qëndrim. Ai fillon të injicojë më qëllimshëm.
Ai mbyll boshllëqet në vend që ti krijoi ato. Ai bëhet më i drejtë për drejtë. Jo sepse ti e kërkove, por sepse paqartësia fillon të jetë e pakëndshme për të. Ja çelësi i ndryshimit. Para kësaj, distanca e bënte atë të ndjejë e sigurt. Tani distanca ndjehet si humbje. Dhe humbja është gjëja e vetme për të cilën burrat veprojnë shpejt për ta shmangur. Por kjo ndodh vetëm nëse ti nuk e ndot procesin me frikë. Nëse ti nuk e detyron bisedat që ai nuk i ka përfunduar brenda. Nëse ti nuk reagon emocionalisht ndaj çdo tërheqjeje. Nëse ti nuk përpiqesh të sigurosh atë që ende nuk është formuar plotësisht, sepse momenti që e bën, ti i jep asaj një mënyrë daljeje. Presioni i jep atij justifikim për tu tërhequr. Stabiliteti heq justifikimet. Dhe këtu është e vërteta më e vështirë. Nëse një burr kur nuk lëviz përpara, nuk është sepse ti ke pritur shumë gjatë. Është sepse ai kur nuk arriti në pikën ku humbja e teje ndjehej reale. Dhe kjo nuk është diçka që ti krijon duke shtyrë. Është diçka që ti lejon duke mos ndjekur. Ti nuk ke nevojë të performosh. Ti nuk ke nevojë të manipulosh. Ti nuk ke nevojë të bëhesh e largët ose e ftohtë. Ti thjesht ke nevojë të mbetesh e paprekur, e plot, e përqendruar, e paqartë për kaosin emocional. Kjo është ajo që burrat reagojnë kur tërheqja bëhet serioze. Sepse një burr nuk angazhohet nëse ndjen se është i dëshiruar. Ai angazhohet kur ndjen se është i ankoruar. Dhe ankorat nuk ndjekin anijet që lëvizin. Ato mbeten të ngulura. Nëse tani i njeh këto shenja, mos u nxit të rikonceptosh të kaluarën. Mos luaj çdo ndërveprim me panik ose shpresë. Thjesht vëzhgo. Shiko se si ai sillet kur ti ndalon së përpjekuri të menaxhosh rezultatin. Vëzhgo se si energjia e tij ndryshon kur ti ndalon së ndjer heshtjen. Shiko se si prania pa presion ndryshon dinamikat. Sepse burri që është vërtet i prekur gjithmonë do të kthehet te gruaja që nuk përpiqej ta tërhiqte atë, por i lejoi atij të ndjente distancën vetë. Nëse kjo të bëri ta shohësh atë ndryshe, komento me vëmendje që të di se po i kushton vëmendje asaj që vërtet ka rëndësi dhe abonohu, sepse më pas do të tregoj saktësisht se çfarë e vret këtë proces menjëherë dhe pse kaq shumë gra pa e ditur e largojnë burrat në momentin e saktë kur ata janë gati të heqin dorë. Ka një moment për të cilin pothuajse askush nuk flet. Momenti pak para se një burr të bëjë një angazhim emocional, jo publikisht, jo verbal, brenda. Ky është zona e rrezikut, jo sepse gjërat po shkatërrohen, por sepse ato janë gati të bashkohen dhe shumica e grave pa e ditur po e shkatërrojnë këtu. Derisa tani, tërheqja e tij ka qenë kryesisht e brendshme, private, e përmbajtur. Ai ka qenë duke menduar, peshon, rregullon, vëzhgon veten, vëzhgon se si ti e ndikon atë, vëzhgon se si ai reagon ndaj pranisë dhe mungesës tënde. Por në një moment të caktuar, diçka ndryshon. Të menduarit bëhet e pakëndshme, jo e dhimbshme, por shqetësuese. Sepse tërheqja, ndërsa rritet, ndalon së qeni një shpërqendrim të këndshëm dhe fillon të bëhet një kërkesë për zgjidhje. Mendja e tij nuk do të mbajë tension për gjithmonë. Sistemi i tij nervor dëshiron lehtësim. Dhe lehtësimi vjen në dy forma për një burr: veprimi ose shkëputja. Gjithçka varet nga kjo. Kur mjedisi emocional ndjehet i qetë, i sigurt, jo invaziv, ai lëviz përpara. Kur ndjehet i rënd, me presion, emocionalisht i ngarkuar, ai ndan. Dhe këtu gratë plotësisht keq kuptojnë situatën. Ato e shohin hezitimin e tij dhe mendojnë se ai ka nevojë për validim. Ato e ndjejnë heshtjen dhe mendojnë se duhet të sqarojnë. Ato e ndjejnë distancën dhe mendojnë se duhet ta tërheqin atë më afër. Por nga perspektiva e tij, këto veprime nuk ndihen si lidhje. Ato ndihen si presion. Ja diçka kritike që duhet të kuptosh. Burrat nuk e procesojnë tërheqjen duke folur për të. Ata e procesojnë duke qëndruar në të. Heshtja nuk është një shmangje për të, është tërheqje. Nëse ti e ndërpret këtë tërheqje me kërkesa emocionale, madje edhe të hollë, ti nuk e përshpejton procesin. Ti e shkurtëzon atë.
ti e bën atë të ndjej se bota e tij e brendshme po pushtohet para se ai ta ketë organizuar atë, dhe burrat e mbrojnë me forcë proceset e brendshme të papërfunduara. Kjo është arsyeja pse koha është më e rëndësishme se qëllimi. Ti mund të thuash gjën e duhur në momentin e gabuar dhe të ndryshosh përjetësisht se sa i sigurt ndjehet ai pranë teje. Jo sepse fjalët e tua ishin të gabuara, por sepse sistemi i tij nuk ishte i gatshëm. Ja pjesa që është e pakëndshme por e nevojshme. Kur një burr është thellësisht i prekur, ai bëhet hipersensitiv ndaj paqes emocionale. Ai fillon të kërkojë shenja se afërsia do t'i kushtoj paqen. Ai vëzhgon se si e trajtoni pasigurinë. Ai vëzhgon se si e trajtoni heshtjen. Ai vëzhgon nëse bëheni reaktiv apo mbeteni të qëndrueshëm, jo në mënyrë të vetëdijshme, por instinktivisht. Kjo është arsyeja pse gratë që duken me pak përpjekje në këtë fazë shpesh marrin më shumë investim. Jo sepse janë më pak të interesuara, por sepse nuk sjellin frikë në ambient. Frika është e zëshme për sistemin nervor të një burri, edhe nëse nuk e thoni, edhe nëse e maskoni si shqetësim, edhe nëse e fshehni si komunikim, ai e ndjen atë. Dhe sapo ai e lidh afërsinë me turbulliren emocionale, tërheqja shembet në shmangje. Jo sepse ka ndaluar së pëlqyeri, por sepse trupi i tij ka mësuar se të qenit afër jush i kushton paqen e brendshme. Kjo është pjesa që njerëzit rrallë e pranojnë. Tërheqja nuk vdes nga mungesa e interesit. Ajo vdes nga mbingarkesa emocionale. Dhe mbingarkesa nuk vjen vetëm nga drama. Ajo vjen nga presioni subtil. Kontrolli i përsëritur, mikropyetjet, ndryshimet e energjisë nëse ai nuk përgjigjet mjaft shpejt, ndryshimi i tonit, pritja pa marrëveshje. Të gjitha këto regjistrohen si një kërkesë. Tani, krahasojeni këtë me atë që në të vërtetë e tërheq atë përpara. Heshtja, jo e ftohtë, jo indiferente. Heshtja, ju nuk zhdukeni, ju nuk tërhiqni dashurinë, ju nuk ndëshkoni heshtjen. Ju thjesht nuk ndiqni zgjidhjen. Ju lejoni hapësirën të ekzistojë pa u përpjekur ta kontrolloni. Dhe ja çfarë ndodh në mendjen e tij kur e bëni këtë? Tensioni nuk shpërndahet. Ai intensifikohet, por tani ajo nuk ka ku të ikë. Ai nuk mund të fajsoj presionin. Ai nuk mund të fajsoj konfliktin. Ai nuk mund të justifikoj tërheqjen. E vetmja gjë që mbetet është dëshira e tij. Dhe dëshira, kur nuk është e bllokuar, kërkon shprehje. Aty fillon të ndryshojë sjellja e tij në mënyra që janë të pamundura për t'u imituar. Ai fillon të raportojë me qëllim, jo me impuls. Ai iniciaton pa një justifikim të lidhur. Ai vazhdon në vend që të fluturojë. Energjia ndryshon. Ka më pak oscilim, më pak të nxehtë dhe të ftohtë, më shumë drejtim. Jo sepse keni bërë diçka, por sepse keni ndaluar ndërhyrjen. Dhe këtu është ku gratë friksohen, sepse dorëzimi i kontrollit ndjehet si rrezik. Çfarë nëse ai nuk vjen përpara? Çfarë nëse heshtja zgjat shumë? Çfarë nëse keni lexuar gjithçka gabim? Ja e vërteta. Nëse ai nuk lëviz përpara në mungesë të presionit, ai nuk do të kishte qëndruar ashtu. Të gjitha presionet bëjnë është të vonojnë të pashmangshmen ose të krijojnë një ndjenjë të re me progresi. Angazhimi i vërtet ndodh vetëm kur një burr lëviz sepse dëshiron, jo sepse ambienti e ka shtyrë në një qoshe. Tani, le të flasim për gabimin e fundit që në heshtje përfundon gjithçka. Spiralet e interpretimit. Kur gratë fillojnë të monitorojnë çdo detaj, çdo vonesë, çdo ndryshim në ton, ato ndalojnë së qenuri të pranishme. Ato fillojnë të jetojnë në pritje, dhe pritja bart pritje. Pritja rrjedh në energji. Energjia ndryshon sjelljen. Sjellja ndryshon dinamikën. Pa pritmas, bisedat ndihen më të rënda, momentet ndihen të çmuara, heshtja ndjehet e ngarkuar, dhe burri nuk e di pse, por diçka ndjehet e gabuar. Ai nuk ndjehet më i ftuar. Ai ndjen se po vëzhgohet. Dhe burrat nuk lëvizin drejt hapësirave ku ndihen të monitoruar. Ata lëvizin drejt hapësirave në të cilat ndihen të pranuar pa performancë. Kjo është arsyeja pse gruaja që lë të shkojë shpesh bëhet ajo që ai kthehet.
jo sepse ka hequr dorë, por sepse ka ndaluar së kapuri, dhe kapja është ajo që shtyp tërheqjen. Ja riformulimi që ndryshon gjithçka. Fuqia juaj nuk qëndron në bërjen e tij të zgjedh ju, ajo qëndron në bërjen e pranisë suaj emocionalisht të pastër. Energjia e pastër është e pakundërshtueshme. Asnjë urgjencë, asnjë tension, asnjë faj emocional, vetëm ngrohtësi pa një agjendë. Dhe nëse po pyesni nëse kjo do të thotë të shtypni ndjenjat tuaja, përgjigjja është jo. Do të thotë të mos e delegoni rregullimin tuaj emocional tek ai. Ju ndjeni atë që ndjeni, thjesht nuk e fajsoni atë për ta zgjidhur. Kjo dallim është gjithçka, sepse një burr do të përkulet në emocion kur ndjehet i ndarë, jo i sfiduar. Tani dëgjoni me kujdes. Nëse një burr është vërtet i prekur nga ju, ai gjithmonë do të kthehet përveç nëse e bllokoni rrugën. Ai mund të ketë nevojë për kohë, ai mund të hezitojë, ai mund të ketë nevojë për hapësirë. Por interesi që ka kaluar në lidhje të brendshme nuk zhduket qetësisht. Ai ose rritet ose shkatërohet nga presioni. Nuk ka opsion të tretë. Dhe gruaja që e kupton këtë ndalon së përpjekuri të fitojë sjelljen dhe fillon të mbrojë klimën emocionale. Ajo nuk gjuaj, ajo nuk tërhiqet, ajo nuk manipulohet, ajo thjesht qëndron e qëndrueshme. Dhe gratë e qëndrueshme bëhen pika referimi në mendjen e një burri, gruaja me të cilën ai i krahasohet të tjerët, gruaja e cila mungesa e saj ndjehet ndryshe, gruaja e cila energjia e saj ndjehet si shtëpi, jo sepse bëri më shumë, por sepse shqetësoi më pak. Dhe kjo është pikërisht ku lind pika e kthesës, e cila shumica e grave nuk e përjeton kurrë në mënyrë të vetëdijshme. Sepse kur ndaloni se menaxhuari ndjenjat e tij, ai vërtet fillon të ndjejë të tijat për herë të parë. Jo të zbutura nga frika juaj, jo të deformuara nga presioni juaj, por të pastra. Burrat kanë nevojë për hapësirë që ndjenjat e tyre të formohen. Dhe kjo hapësirë lind vetëm kur ju nuk përpiqeni më të kontrolloni drejtimin. Në atë moment, ai fillon të kuptojë se çfarë do të thoshte humbja juaj në të vërtetë. Ai ndjen se nuk po përpiqeni të mbani atë dhe kjo është pikërisht ajo që e bën atë të kuptojë se dëshiron të mbajë ju vetë. Jo sepse duhet, por sepse e zgjedh atë. Sepse heshtja bëhet një jehon. Dhe kjo jehon mban emrin tuaj. Dhe këtu është ku mbaron misteri. Një burr që vërtet fillon të lëviz nuk e bën këtë nga frika, jo nga pasiguria, jo nga urgjenca, por nga qartësia. Ai lëviz sepse kaq shumë kaq brendshëm është qetësuar dhe ajo që ka qenë gjithmonë aty është lënë. Tërheqja, respekti, interesi dhe njohuria e qetë se ju nuk jeni thjesht ndonjë grua, por gruaja e cila energjia e saj ndjehet si qetësi dhe humbja e saj do të ndjehej si një gabim. Dhe kur ai moment vjen, gjithçka që duhet të bëni është të jeni të pranishëm. Mos e shtyni, mos e analizoni, mos e provoni. Thjesht jini. Sepse burri që vërtet ka marrë vendimin e tij nuk vjen gjysmë, ai vjen i plot, dhe ky hap flet më fort se çdo fjalë.